Unë jam rritur në një familje ku jam rritur vetëm me nanën, për fat keq. Na ka vdekur baba shumë herët edhe mendoj që gruaja definitivisht është shtyll e familjes edhe është shumë sakrificë, më u marr me mjekësi, më u marr me pacienta edhe një herazi më u përkushtua edhe familjes. Jo, punoj si mjeke, si ginekologe. Kam 30 vite gati. Ginekologji ndodhin shumë gjëra, po për fat mirë janë të gjitha kryesisht 90% mirë. Po gjithmonë ballafaqohesh me jetën edhe me shpëtimin e dy jetë. Dhe deri 24 vjet kur ato duhet praktikisht kryen një shkollë, një arsimim të lartë, e mandej pas asaj i kanë dyrë të qelën. Prej 25 tutje mendoj që është mosh shumë adekuat. Ju kemi. A ndërlojnë kush janë më kursimtare, burrat a gratë? Gratë. Sa më ndan gratë. Po ku ta di. Mendoj se gruaja nuk e di që janë kursimtare sigurisht. Nuk e di për çfarë arsye janë bajnat si të them dertin e familjes edhe të krejt atyne, mendoj që janë gratë. Shtylla kryesore për ty. Kush është familje? Shtylla gruaja. Prapë gruaja. Që ke feministe? Prapë te gruaja, po. A mundet një familje me qenë suksesshme pa një grua? Vështirë. S'di, ashtu mendoj. Unë jam rritur në një familje ku jam rritur vetëm me nanën, për fat keq. Na ka vdekur baba shumë herët edhe mendoj që gruaja definitivisht është shtyll e familjes edhe çdo gjë mundet me funksionu përmes. Cila ka qenë sakrifica më e madhe ju si grua që keni bën jetën tuaj? Sakrifica më e madhe është shumë sakrificë, më u marr me mjekësi, më u marr me pacienta edhe një herazi më u përkushtua edhe familjes. Ka qenë sakrificë shumë e madhe. Praktikisht nuk ishe fëmijë të ju rrit, mundosh edhe në atë edhe në këtë anë, po këta di. Është një sakrificë shumë e madhe. Është një penkë që të kam betë që s'ke mundur mjë ku përkushtosh shumë fëmijëve? Po, sigurisht, po, sigurisht. Jam mundu, po, këta di. Shpresoj që ta kom bo më të mirën, po. Ju keni qenë dhe më thënë punoni si mjeke? Po. Jo, punoj si mjeke, si ginekologe. Ginekologe, mision shumë të shejtë. Po, shumë. Sa vite keni tyre, keni ushtruar? Kam 30 vite gati. Vite punoni akoma? Po punoj sa dola prej sale. Pak edhe s'po dukem shumë me ato kapelave. Ju jeni heroina këto. Po, faleminderit. Unë vlerësoj shumë punën tuaj. Faleminderit. Ndonjë rast interesant që atyre vitet shumëta që kanë ndodhur rreth punës. Jemi shumë kurioz. Në ginekologji ndodhin shumë gjëra, po për fat mirë janë të gjitha kryesisht 90% mira. Janë të mira që të krijojnë edhe një kënaqësi. Është një punë shumë e lodhshme, po të krijon një kënaqësi. Po në situatë vështirë keni pasur ndonjë sfidë? Sigurisht, ka mjekësi pa sfida va. Po ku ta di tash për momentin edhe s'po mund të kujtohem se për këto 30 vjet ka pas shumë, po megjithatë ka. Nuk është që nuk ka. Ka qenë raste vështirë që ka qenë me jetën me një pacienti? Jo, për fat mirë deri tash jo, po gjithmonë ballafaqohesh me jetën edhe me shpëtimin e dy jetë edhe këtë. Sa ka profesion më dorëzu ty në jetën? Më dorëzu jo, përkundrazi ginekologjia të bën më pak më e fortë. Edhe me përballu praktikisht çdo sfidë. Nëse nuk e don edhe s'mund ta punosh, është shumë e rëndë. Është profesioni i vetë që ty... Po është shumë i mirë, e pëlqej shumë, po. Është gjë e mirë që e do? Po, e du shumë. Është kënaqësi që e dëshironi këtë punë? Po, faleminderit. Do një mesazh për ato vajza që akoma nuk janë nana, që e kështu të rekomandu para se që domethënë të krijojnë familje? Që e kisha rekomandu? Unë si ginekologe, ju kisha rekomandu s'pari që ato duhet i përkushtohen arsimimit, shkollimit, edhe pastaj normalisht duhet krijojnë familje. Duhet krijojnë edhe sa më parë familje, është mendimi im andin. Definitivisht mendoj na në përgjithësi kështu kosovarët jena një popull i shnosh, sepse edhe familjet i krijojnë pak më herët, mosha më të hershme. Mendoj që mbi familjen s'ka asgjë. Ajo është numër 1. Në gjenerata reja mendon që një herë po fillojnë me karrierën, pastaj krijimi i familjes. Po, cilat edhe nuk krahasohen. Unë jam martu shumë e re, 21 vjeçare, po mandej kam arrit të krijoj familje dhe të kryj specializimet edhe këta di. Kështu. Gjatë jetës i krijon të gjitha. Me rëndësi është familje. Lasha e moshë adekuate që duhet me qenë, domethënë, përgatit për me qenë nanë një vajzë. Çfarë kishe rekomanduar? Po një moshë adekuate për me qenë nanë.
shkon kjo periudha deri 24 vjet, kur ato duhet praktikisht kry një shkollë, një arsimim të lartë, e mandi pas asaj i kanë dyrë të qelona. Do me thënë prej 25 të tje, mendoj që është mosh shumë adekuate. Është adekuate dhe ideali. Nuk dëshirojnë ta zgjerojnë familjen një apo dy fëmijë. Nuk ka si të kaluar që kanë qenë me 4-5 ose më shumë. Po, shumë rrallë e takojmë ajo kur vjen me lind për herë të katërt, na i thojmë po ti qenë ke heroin. Po mbas lufte kemi pa dhe paciente që kanë lind për herën e 6, për herën e 7, deri vonë e vonë. Sigurisht janë këto kushtet ekonomike që ishin një tash, edhe ku ta di, po megjithatë mendoj që është gabim. Mendoj që është gabim. Edhe unë insistoj te pacientët e mia që s'paku t'jenë 3, s'paku t'jenë 3, mos them që atë të tjerët. Unë edhe rrjet për një familje që jena shumë, jena 8 fëmijë në familje dhe s'ka gjo ma e mirë, jena 7 motra e një vëlla, mendoj që është, nëse nana ime e ndjerë nuk ka bërë diçka të mirë, atër mjafton që na ka bërë njerë, edhe mendoj që e ka dhënë çdo gjë për. A mendoj që sot kanë atë frikën që ndoshta nuk mundën me plotsu dëshirat në familje të madhe, me kriju shumë pas fëmijë, ndoshta mos përkushtimi që kam i mungu që janë dalë pak. Si them, unë mendoj më tepër që është një trend që ndoshta shkon pak në rrugën e gabuar, një trend i jonin përgjithësi që disa gjonave që janë shumë sekondare, atëre mos thom rinja e sotme, po ndoshta edhe shumica prej nesh, jo përkushtojmë atyre më shumë vëmendjen se sa familjes, krijimit familjes, për fat keq. Si që në vlogën në fund s'do të marr kohë. Një mesazh gjitha vajzave, gjitha grave që kushe thënë. Ju kisha thënë që ashtu kur ja vendosin vetit një qëllim, atëre sigurisht do t'ja arrin. Veç le t'ja vendosin qëllimit, edhe sukseset nuk do të mungojnë. Ishte shumë kënaqësi, të uroj ty punë pa lodhur me që keni mision shumë të vështirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën.